Teologu Fehim Dragusha ka dalë me akuza ndaj 2 hoxhallarëve nga Vitia për komplot për t'ju grabitur gruan e tij dhe zhveshur akuza të rremta për dhunë në familje. Kleriku Fehim Dragusha ka hedhur këto akuza e pretendimin në llogarinë e tij në rrjetin social Facebook të Inten. Ai ka shkruar se për këtë ndodhi janë të informuar si dega Bashkisë Islame në Kosovë në Viti dhe qendra tash një kohë. Jam i vetëdijshëm që ky lajm do t'ju përfaqësoj të gjithëve, e veçanërisht xhamatit, duke parë që kërkesa ime për të përjashtuar imamin e Drobeshit, Sabahodin Selimin, nga detyra e imamit kishte hasur në vesh të shurdhur dhe as kryetari i KBL-s në vitin dhe as Myftio. Tërnavat nuk morën asnjë vendim për largimin e tij. Atëherë kam pritur që të kaloj muaji i Ramazanit dhe skandalin e këtyre imamëve ta bëj publike si vijon. Dragusha shkruan se Selimi pas ka joshur bashkëshortën të cilën e mori për grua të dytë, madje duke e bindur atë që të denoncojë rrjedhshëm në polici për dhunë në familje për ta fshirë skandal, siç pretendon. Imami i Drobeshit, Sabahodin Selimi, duke u thirrë si një rikurgje dhe duke kishpërdorur hapësirat e xhamisë, ka prekur në moralin tim dhe të familjes Dragusha. Ky njeri i pandershëm dhe i pamoralshëm për të arritur qëllimin e tij shtazarak, ka marrë guximin që të marrë për grua të dytë gruan time, e cila kishte shkuar në xhamin e tij për të dërguar një shoqe të saj për rrugë dhe ky merr hapin dhe martov fshirëzër me gruan time. Për ta mbrojtur veten nga ky skandal, imami Selimi e nxiti gruan time që të më denoncojë në polici, kinse dhunë në familje. Gjithnjë me qëllim që të më burgosin. Ai pastaj të bëj qef me gruan time. Pas disa muajve u kuptua që martesa ishte bërë fshirazi, por për grupin e rebiocanëve kjo kishte qenë halal. Ai shkroi se vendosi të dalë në publik pas injorimit të çështjes nga BIK. Ai akuzoi 2 klerik të BIK se pas kanë asistuar imamin e Drobeshit, Sabahodin Selimi, që t'ja marrë gruan që pretendoi për grua të dytë. Sipas pretendimeve të Dragushës, Kryekëshilli të Bashkisë Islame të Vitit, Hausamedin Hoxha dhe antari i këtij këshilli, Bali Sadiku, kanë konsideruar se s'kan bazë pretendimet e tij. Dragusha shkruan më tej se ka denoncuar rastin në polici dhe ka pritur që ta bëjë publike pas festës së Bajramit.